Kur i përmende personat që e kanë në nivel pak më të zhvilluar ankthin e depresionin ose shprehjen e agresivitetit, a rekomandohet ky tretman në çat fazë, sepse ata duhet të qëndrojnë sa minuta aty, duhet të qëndrojnë të qetë, a menaxhohen sepse mund të qohen, ta heqin. Po, ka ndihmuar në ataçet e panikut ndihmon. Apo? Në depresionet e rënda ndihmon. Për shkak se njeriu sado kudo me pas një pjesë anksioze, e ka pjesën e vetdijes e cila më njëherë orienton në trajtimin e tij. Po. Ndërsa në momentet kur janë njerëzit agresiv nuk bëhet kjo, për shkak se në agresivitet në gjëra tjera mirën tjetra instanca, derisa të vjen në mënyrë të mëse duhet një kohë gjatë. Po mund të vinë një pacient që trajtohet, ta zëm, unë e di se sa herë që vi në spitalin rezonanca 3, shoh pacient kur kanë ardhur, edhe shoh zhvillimin e tyre në kohët e fundit para se me dalë, dhe me thonë komplet karaktere ndryshme. Po, është fakt. Është fakt. Një kështu se ndoshta duhet me dallu. Agjitimi dhe agresiviteti ndryshojnë. Po. Agjitimi është pjesa e rritimit të brendshëm të njeriut që përqym një gjendje sikleti, dhe agresiviteti kur njeriu ndërmerr një hap, qoftë ndaj tjetër kujt, qoftë ndaj vetit. Kur ka model, kur janë të agjituar, ata qetësohen, rahatohen. Edhe kjo ju ndihmon shumë për shkak se fillojnë edhe e gjenë rahatin brenda vetvetes. Është shumë e rëndësishme me gjetë qatë formën e rahatisë brenda vetvetes, duke mos më menduar që jetu marr ilaçe, po vetveti ju po te kalon.